e pagove Ramon në thonjza duke e votuar në zgjedhje, ndoshta kjo ishte mënyra si ti jesh probleme për atë rol të shkurtër? Mendoj që ajo që bëra unë për të që ose më saktë që ai mori mbrapsh nga ajo që bëri, është më e madhe se sa thjesht vota ime. Një single vote. Sepse ai është, siç e dinë gjithë, është një artist i cili e ka dëshirë, e pëlqen, e shijon famën, e shijon duartrokitjen ose vëmendjen. Të ndihmoi Rama në financimin e filmit? Jo. Absolutisht jo. Jo ai vetë, po them ku diun me kontakte me gjëra. Absolutisht jo. Dhe jam shumë i lumtur për këtë, sepse mjaftonte domethënë që ai erdhi dhe sponsorat ishin shumë të lumtur që të hynin në një film ku është Rama sigurisht. Pra indirekt ndihmoi. Qartë. Kjo ishte ndihmesa, nuk është se ke marrë ndonjë nder nga qeveria. Me qenë fjalë ti ke ndonjë post në shtet, bandën e shtetit tek po diu në ministri, në bashki, në ujësiellës kanalizime, nuk ke kështu ndonjë punë të dytë që më rrok. Dhe nuk kam pas asnjëherë. Vërtet? Kurr në jetë nuk kam punuar për shtetin shqiptar. Nuk kam asnjë bordero ose diçka ku kam firmos. Nuk firmos për të marrë një rrogë. Jo. Qartë. Tendera nuk merr besoj. No. I mean, nëse do kem në projekt patjetër që nuk është keq që të marrësh. Tenderi shpesh herë keq kuptohet.